që duona jetë një si dunia me heret, për kohën që kemi nda që sot jemi së bashkë në këtë ditë, që të dëgjojmë disa nga porositë e udhëzimet që na duhen si besimtarë veç në përgjithësi, po si besimtarë veçantë. Të nderuar vëllezër, në fol për fitoren, do të thonë me fol për diçka që këtë njerëz të dojnë. Njerëzit pavarësisht a i ndërmarrin masa për fituar, nuk i ndërmarrin fituar në dojnë. Sikur që ka thënë Aliu radiallahu ta'ala për dijen, mjafton nder për dijen se edhe ignorant të pretendojnë. Në fakti që edhe që se ka në ku e kam, një përkëtu se është shtrajt është të vlerë. Andaj fakti që edhe humbësit tentojnë të sish humbin me këtë fitore, më përkëtu se fitore është kërkesën e tëshme e çdo njeri. E me që ati për neve si besimtarë, që realisht synojnë që dalë gjithë në besimtarë. Fitoria është një koncept që përdoret shpesh në jetë e përditshme. Mirë po ju këtë njerëz e konceptojnë njerëz fitore. Për dikë mund të jetë fitore kur arrin një mëkat me vonë, një pasuri haram me fitu. Kur arrin ndoshta edhe dikon me dëmtu, do të fitu. Njerëzit konceptojnë këtë fitore në formë ndryshme. Por ne duhet që ti referohemi të ndrua dhezër, të referohemi referencës tonë, fjallës Allah të barë këtare, të referohemi Koranit të Sunetit, pejgamberit alayhi sallam, qysh e koncepton, qysh e prezenton shpallja fitore, kur konsiderohet se ke fitu. Andaj, nga perspektiva e shpalljes, fitoria ka një kuptim shpeshere këtë ndryshe nga që konceptohet dhe perceptohet njëtë e përdeshme. Për shembull të ndrozën, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, se ditën e gjykimit pejgamberët kanë marrë me pasues të tyre. Normalisht pasuesit janë treguar si fitues, se ti ke kur sukses në misionin tënd. E ka marrë pejgamberët dhe pejgamberi edhe askush në klasë. Kur veç vërejë. Ti e thuat humbës sa fitues. Me standarde që duhet të humbës. S'ke mund me bitë kërkat marrë mas të herë, një dhe i po me standarde dhe shpalljes, me kriterët dhe shpalljes, kjo është fitues. A fitoria nuk varet shpesher nga numri i pasuesve, nga numri i prezentuesve, nga numri i shifrave që lëvizin e pasurin tënde, nga nivelli i autoritetit apo pozitës në të marrë nga fitoria. Në të revarë këtë nga të qëka tjetër. Dhe është nga që ta kuptojmë se a jemi duke fituar, apo jemi duke humbur. Dhe kur jemi duke fituar, që ta shtojmë potencialin në ma tepër të fitores, në qofë se e hetojmë që jemi duke humbur, të tërhiqemi nga ato veprime, nga ajo orientim e të themi në rrugën e fitores. Me folë për fituar dhe për humbjen, të nërruazër ka shumë havet, ka shumë diskutim. Mund t'i qasim nga këtë ndryshme, mundua dhe do të përpiqem që ta maj diskursin e trajtimit të kësaj teme vetëm në raport me agjerimin. Agjerimi që ne synojmë dhe qysh ne mundësën agjerimi këtë fitore. Kur të flasim për fitore në Ramazan, atëra të ndruvëzër duhet të kemi parasysh disa që të rëndësi. Çështja e parë është se gjykimi final për fitoren është në heret. Kjo gjykimi final. Tek në heret kemi marrë rash, a ke fituar, s'ke fituar. Po, në dunja ka të reguas, caktuar, janë dëshenjë. Mirë po, verdiktin përfundimtar, gjykimin përfundimtar, kush ka fituar, kush ka humbur ka, Allahu ndonë ti. Ai u ndonë rrugën e ditës gjykimit. Me drejtsinë e tij, me mirësinë e tij, me bujarinë e tij, u ndonë njerëzve këtë gjykim. Kush ka fituar dhe kush ka humbur. Andaj ne duhet t'i ndjekim hapat e fitues. Ne duhet t'i analizojmë shenjat apo tregojmë po fitojmë apo jo. Dorso gjykimi final a fituam e presim ditën e gjykimit. Çështja e që do të pas parasysh të ndëruar, flasim për fitoren është se fitoria është një anë e rëndësishme, por është një anë të rëndësishme. Humbja. Apo flasim për fitoren në Ramazan, apo? Po mirë, e humbja
A është opcioni I vetëm I agjërusit fitoria? A është opcioni I vetëm Ramazan fitoria? Apo ka opcione tjera, si kurse për humbje? Të ndëruar, duhet me kuptu një rregull më rëndësishëm që dietarët ka përmendur, ajo është se vlera e kohës dhe vlera e vendit nuk I japin vlerë personit, por personi përfiton nga vlera e kohës dhe vendit. Për shembull, fakti që ti tash je Ramazan, vetë ti u Ramazani me vlerën e tij, nuk të jap vlerë ty as mua. Por unë, ti, ajo, kena mundësi nga Ramazani me përfitu nga vlerat e tij, pas nga qatë që ti. Për shkak se edhe mjekja është bërë I shaj, po ju krejt ata që mjek është në xhenet. Madje ndoshta edhe ju krejt, mund të punë konkuzimisht, edhe besimtar që shduhet, çka s'ka, në mes të njerëzve. Po pejgamberi tani se do mjeka, ka qenë besimtar? Jo. Sikur të kishte me qenë vlera që transferohet, barë, ngjiten e këtjerë, kish me ngjit pejgamberin vlerën e tij, e vënevit, vazhës tij, e mutarimit, s'ka mujtë. E pa mund shmash. Prandaj, kur flasëm për fitoren, një flasëm për humbje. Kur flasëm për humbje, flasëm që opcion rana Ramazan. Dikush më dhëtë, Ramazan për njëri qështu. Qështë të vjen njëri në pak pejgamberit e sa, qështë të vjen, e ka pa, besu të të vjen. Familja e tij ka qenë, jo krejtë e orientuar në besu pejgamberit alayhis salam. Prandaj edhe, kur ka dalë Salman al-Farisiu nga Medina, shku me shpërda fejnë. E I ka shkrujt, shoku I tij miku I tij Abu Darda radhiyallahu anhu, I ka shkrujt që e ka shku Medinën, e këto e din qa Medina. E ka kryu Salmanit që zakonisht që e ka shkrujt Abu Darda I ka thonë, inna al-ardha la tuqaddisu ahada. Toka nuk e shëjtën asken. Njeriu fiton vlerë të bastë të punë që I bën. Andaj fakti që e kemi Ramazanin, fakti që je Ramazan nuk t'i jep vlerë të shtuar. Por ti e fiton vlerë të shtuar me bazën e angazhimit të në përkupimit të raport me Ramazanin. A çështja është serioze. Mund të fitosh, por mund të humbësh shumë. E fituesit në Ramazan janë shkallë, edhe humbësit në Ramazan janë shkallë. Jo të gjithë fituesit njëjtën. Po fitoria është e mundshme Ramazan, po jo të gjithë në fitoj njëjtë. Dikush malati, dikush ka poshtë. Edhe humbja nuk është e njëjtë. Prandaj humbsi më I madh në Ramazan, po flas për më të madhin humbs. E pastaj mitë janë tjerë. Humbsi më I madh në Ramazan është ai cili në Ramazan I shtuan gjinohat. Në Ramazan I shtuan gjinohat. Ma shumë bën gjinohat në Ramazan se para Ramazan. Që ky më humbs s'ka. Unë të nëmë të shumë. Se jo që nuk arrim me shtu se rape, e mi falë gjinarë, nuk arrim këtë, për krasaj arrim me I shtu më katët, me këtu marën e më katimin në përë Allah Gjellar. Që kërtu më si me ka? Në mesin e aty që kanë mundësi me fitu nga Ramazanit. Se ata që nuk kanë në sukët Ramazanit, aty në duhet të një proces tjetër, me I me këmbru për fitore. Që është dijet të qështja e besimit. Por me që ka një besim, dhe se ka shudzu këtë besim, është humbës. E këta humbës ta shumë dhe, humbësi me ma shri, Allah në rrë, Ramazan, me I aseru por të madalë në atë. Ramazan me qenë ma I keq, e ma I pasjellë shumë, e ma më katar se jashtë Ramazan. Ja është ta që realisht nuk mund të shpjegohet përvec se humbja e ma. Kurimit e fiturat e ndërruat, unë dua me letu disa ajete, me një komend të shkurtër të ajeteve, që ju direkt nga burimi, nga dora e parë, të dëgjoni nga Zoti juaj se çka Allah I thotë për fitore. Që në kuadër të ajeteve të kuptojmë që në fitore e synojmë në Ramazan, dhe në jetën tonë. Që është e fitore që ne e synojmë? Në bazë të udhëzimit të Allahut të Azhar, pas të fjalët të Allahut të Barekuta. E pastaj edhe e relaksojmë të çështjeve disa udhëzime praktike si të fitojmë Ramazanin.
si të fitojmë në Ramazan. Në ndërruar, ka shumë ajete. Afërsisht dikun në 29-30 ajete, përmendet fjala fitore në Kur'an. Nuk është pak. Në Kur'an një herë më përmendet shko jo shumë. E në më përmendet 29 herë apo 30 herë. Në shumë sura përmendet. E përmendet shumë sura të mëdha, si këto sura Bakara, Ali Imran e kështu me radhë. Allahu Jalla Jalaluhu për Kur'an një ajet në sura Ali Imran, ajet 185, Allahu Jalla Wala shkafë. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله thot çdo shtëpi ka me ashiu vdekje. Shpërblimet të plota do t'i bëni ditën e gjykimit. Prandaj Allahu thot kush do që shpëton nga zjarri I xhenemit dhe hyn xhenet ka fituar. Ndërsa jeta e kësaj bote nuk është pas një mashtrim I shkurtër. A kuptoj fituar? Që ka Allahu po përmendet në rrugën fituarën si akt final, edhe po e përfundon tretimin për fituarën përmes një sqarimi dhe kuptimi për rrugën që na shvendos nga fituaria, e që është mashtrimi. Domthonë treguese se jetë të fituar është momentin kur arrin me fitu nga mashtrimet. Kur s'mashtrohesh. Në dunja ka shumë mashtrime. Mashtrojnë epshet, mashtrojnë joshjet, mashtrojnë ofertat, mashtrojnë mundësit e nëzituara e kështu me radhë. Ai që arrin me shpëtu këtij mashtrimi ka fitu. Shka pëse këndimi është gjeneti Allahut. Ka shumë mashtrime në dunja, ka shumë mashtrime. Mashtrime që thash materiale, sharake, mashtrime për mes fjalëve. Sa njerëz kanë mashtruar me fjalët e tyre? Kanë mashtruar. Për shembull, ai që njerëzit u ka thënë se me rëndësi është zemra, pastaj mu falë me gjuhë të shka është këpu, me rëndësi është zemra. Cila zemra se di, për zemra për avans, nuk për zemra për avans. Po me gjithatë, kush I ka thonë se zemra me eftanë. Cila zemër, mos me emërën t'i kujtë keqen, që ka që. Veç mos me emërën t'i kujtë keqen, hynë gjenet, mashtrim është. Kush që shtu jetën e ka mashtrim.